Nëse je prind dhe jeton në Angli, më dëgjoni deri në fund se ndoshta do u shërbej ky informacion. Vetëm një nënë e di çfarë do të thotë të presësh me fëmijën tënd nëpër dyer të ndryshme spitalesh, duke pritur një përgjigje, duke pritur një takim, duke pritur një operacion, duke pritur një informacion, një sqarim të qartë që ndodh që nuk ta japin. Si një mami që kam kaluar boll dhe po kaloj boll, duhet ndaj një informacion me ju që ndoshta mund t'ju ndihmoj. Në çdo spital të NS-s ekziston një shërbim ose një zyrë që quhet PALS, Patient Advice Liaison Service. Çfarë bëjnë këta për ne? E para njërë, ata janë thjesht këshillues që të tregojnë cilat janë të drejtat e tua si një prind, si një individ, çfarë të kërkosh dhe çfarë jo. Të shpjegojnë pse po shtyhen këto operacione. Pse do të presësh kaq gjatë kur ti po vazhdon problemi dhe ke një shqetësim të caktuar. Të ndihmojnë të zgjidhësh probleme pa shkuar në ankesat ose në kur bën atë emailin që bëjnë complain ose një ankesë zyrtare quhet. Kur ne flasim me një këshillues të këtyre zyrave, na ndihmojnë për të zgjidhur këto probleme. Ndoshta më herët sa të thjesht të rrim në pritje, e presim një takim me një letër që merrin shumë kohë këtu në Angli, siç e dim të gjithë. Kjo ekziston si ndihmë. Dhe mos harroni ta kërkoni. Është e drejta jon. Mos kini frikë të kërkoni ndihmë, të ngrini zërin kur bëhet fjalë për fëmijën tan. Mos harroni, zëri juaj ka rëndësi, sidomos kur vjen puna te fëmijët tuaj. Nëse njihni dikë që po vuan dhe po ende ta ndej këtej me tilla probleme në shëndetësinë në NHS, dërgojeni këtë video. Mund t'i shërbej, mund t'i ndihmoj. Për video shumë të thjeshta për jetën, për shëndetin, ju ftoj të më ndiqni, ta ruani këtë video, uroj t'jeni mirë.